Me siguri jeni ndeshur me historinë e Mejrem Lumit që është bërë virale në rrjetet sociale. Tani e njohur edhe si Maria. Nga e krishterë në muslimane dhe tani sërish është drejt kërkimit besimit vërtet. Por çfarë na tregon kjo për ne si shqiptar? Historia e saj nuk është e re. Ne kemi kaluar shekuj ku feja ka qenë më shumë identitet kulturor sesa një bindje personale. Shpesh shqiptarët kanë ndrruar besimin për shkak pushteteve, interesave apo për të mbijetuar. Kjo ka krijuar një kulturë në fakt ku feja shihet si diçka që mund të përshtatet, jo gjithmonë si një marrëdhënie thellë shpirtërore, por si një zgjedhje praktike. Kur shohim Mejremin, disa e gjykojnë, të tjerë të kuptojnë, por ndoshta ajo po pasqyron ato që shumë njerëz ndjejnë brenda vetes, një kërkim të vazhdueshëm për kuptim, identitet dhe paqe shpirtërore. Pra pyetja vërtet nuk është pse Mejremi ndryshoi besimin, por sa seriozisht e marrim ne besimin tonë. A është në të vërtet një lidhje me Zotin apo vetëm një etiketë kulturore? Shkruaj mendimin tënd në komentin poshtë.